Kryetari i lëvizjes anti-bigjos, Gjemal Abdiu, në emisionin Impact, ka ndarë të dhëna shqetësuese sa i përket numrit të qytetarëve të cilët luajnë bigjos. Ai tha se krahasuar me numrin e mëhershëm, me rritjen e numrit të objekteve të kazinove dhe bastoreve, është rritur dukshëm edhe numri i qytetarëve që luajnë bigjos. Ndërsa ai shtoi se shqetësuese është edhe vlera e parave që harxhohen për bigjos. Sipas tyre, ky shtet ekziston nga ato 280 milion euro që i japin këto. Çka do të them me këtë? Në qoftë se dikuri është harxhuar 500 milion euro, tash flitet për afërsisht 3 miliard euro harxhim vjetor. Çka do të thotë kjo? 3 miliard euro nxirren nga xhepat e qytetarit. Këto objekte janë shumë afër objekteve arsimore, objektet e lojrave të fatit janë shumë afër objekteve arsimore. Edhe që nuk do të thotë, ka edhe diçka tjetër, se ligjet mund të sillen. Mirë, por nëse këto ligje nuk janë të vendosur që të praktikohen, këto ligje është krejt dështim. Duke komentuar propozim ligjin e ri për lojrat e fatit, i cili u miratua nga qeveria dhe me të cilin parashihet që objektet e lojrave të fatit të largohen më së paku 500 metra nga shkollat, Abdiu tha se me këtë nuk zgjidhet plotësisht problemi i bigjozit në vend, megjithatë mund të konsiderohet si një fillim i mbar drejt zgjidhjes së plot. Në vijë ajrore, nëse është objektet e lojrave të fatit që ashtu i themi përndryshe janë lojrat pa fatit, nëse janë në distancë ajrore, atëherë ka për një diametër shumë më të madh se në rrugë toksore, duhet shkojë rrugën kryesore edhe derisa të vijë. Tash, ai 500 metrash në rrugën toksore mund të jetë 700 apo 800 metrash që i bie se ato objekte që janë afër objekteve arsimore nuk do të mund që të largohen. Është mirë që ato të precizojnë se ky propozim ligj është në vijë ajrore apo në vijë toksore. Kjo është hera e tretë që deputetët do të votojnë për ligj për lojrat e fatit brenda 2 viteve, pasi 2 ligjet e dorëzuara në kuvend në të kaluarën nuk kanë kaluar.